E keni menduar ndonjëherë se nga vjen gjithçka që na rrethon? Sot do të zhytemi në një botë që rrallë e shohim, por nga e cila varemi çdo ditë. Udhëtimi fsheti lëndëve të para, ato që ndërtojnë fjalë për fjalë botën tonë. Mjafton të mendoni për pajisjen që po përdorni për të parë këtë material, duket kaq moderne apo jo, por origjina e saj është shumë më ashpër. Bakri në qarqet e saj elektronike, litiumi në bateri dhe vjetra metale të tjera, të gjitha e nisën rrugtimin e tyre thellë nën tokë, si shkëmbinj të thjeshtë. Dhe këtu lind pyetja e madhe. Si ndodh ky transformim? Nuk është magji, as pak. Është një rrjet tepër kompleks dhe pothuajse i padukshëm, logjistike dhe financiare, i menaxhuar nga disa lojtarë shumë të rëndësishëm. Le ta zbulojmë së bashku se si funksionon. Okej, për ta kuptuar këtë udhtim fillimisht duhet të njohim lojtarët në fushë. Në botën e mallrave kemi dy grupe kryesore dhe dallimi mes tyre është thelbësor për të kuptuar gjithçka që vjen më pas. Në njërin anë kemi titanët, kompanitë e mëdha. Ato zotrojnë gjithçka, nga minierat e pusi i naftës, duke kontrolluar çdo hap të procesit. Por, nga ana tjetër, janë tregtarët e pavarur. Le t'i quajmë aventurierët e kësaj bote. Ata nuk zotrojnë burimet. Ata duhet t'i gjejnë, t'i sigurojnë dhe t'i sjellin në treg, shpesh nga cepat më të largët dhe më sfidues të planetit. Pra, për një tregtar të pavarur të sjellësh një produkt të ri në treg nuk është as pak shëtitje në park. Ata duhet të kapërcejnë tre pengesa vërtet gjigante. E para, kostoja totale. Këtu nuk flasim vetëm për çmimin e mineralit, por edhe për të gjithë logjistikën e transportimit nga një vend i humbur. E dyta, cilësia. Depozitat më të mira dhe më të lehta për të arritur tashmë janë shfrytzuar, kështu që gjetja e materialeve me cilësi të lartë është një betejë e vazhdueshme. Dhe e treta, diçka që sot ka rëndësi më shumë se kurrë, rreziku i reputacionit. Të blesh nga një minier me kushte të këqija pune apo me ndikim të dëmshëm në mjedis, kjo mund ta shkatërrojë një kompani brenda natës. Dhe për t'ju dhënë një ide se sa dramatike është bërë kjo sfida e cilësisë, shikoni këtë numër, 0.6%. Kjo është përmbajtja mesatare e bakrit në xehrorët që nxirren sot. Vetëm 2 dekada më parë ishte 2%. Çfarë do të thotë kjo në praktik? Do të thotë që duhet të gërmosh e të përpunosh shumë më tepër material për të marrë të njëjtën sasi bakri. E kjo natyrisht i rrit kostot në mënyrë drastike. Pra, si ja dalin mban tregtarët përballë këtyre sfidave? E po, ata nuk janë thjesht blerës e shitës, janë zgjidhës kreativ problemesh me një arsenal të tërë mjetesh financiare dhe logjistike. Ata përdorin 4 strategji kryesore. Sigurisht, më e drejtë për drejta është ta zotërosh vetë minierën, por kjo është e kushtueshme dhe e rrallë. Më shpesh, ata krijojnë partneritete ose ofrojnë mbështetje teknike. Por, arma e tyre sekrete, mjeti më i fuqishëm, qëndron te financimet kreative. Imagjinojeni si një lloj paraporosie në shkallë gjigante. Tregtari i thot minierës, unë zotohem të blej një pjesë të madhe të asaj që do të prodhosh ti për vitet e ardhshme. Kjo i jep siguri absolute prodhuesit, ndërkohë që tregtari siguron një burim të qëndrueshëm furnizimi, të dy fitajnë. Kjo tjetra është edhe më interesante. Është në thelb një alternative e fuqishme ndaj kredive bankare tradicionale, sidomos në vendet në zhvillim që janë të pasura me burime, por jo me para kesh. Tregtari praktikisht i jep hua para prodhuesit dhe garancia për këtë hua është vetë malli që do të prodhohet në të ardhmen. Mirë pra, malli u sigurua. Fantastike. Por tani fillon një sfidë tjetër po aq e madhe. Si e lëviz gjithë këtë material në përbot në mënyrë efikase. Kjo nuk është thjesht një çështje dërgimi, është një rebus logjistik tepër kompleks që përfshin kamione, trena dhe anije gjigante. Dhe zgjidhja e këtij rebusi është pikërisht aty ku tregtarët shkëlqejnë. Për ta kuptuar sa i madh është ky problem, le të marrim një shembull konkret, Kolumbinën. Para se tregtarët të ndërhynin, vendi përballej me një krizë të thellë infrastrukturore. Hidhini një sy kësaj. E besoni dot, pas rënjes së rrjetit hekurudhor atje, kushtonte më shumë të transportojë ngarkesa 500 km brenda vendit me kamion, se sa t'i dërgojë ato 15.500 km përtej oqeanit deri në King, absolutisht e pabesueshme dhe tregon sa jetike është një logjistike efikase. Zgjidhja, diçka që quhet logjistik multimodale. Emër i komplikuar, por ideja është e thjeshtë.
Përdor mjetin e duhur për pjesën e duhur të rrugës. Tregtarët orkestrojnë një sistem perfekt. Për shembull në Brazil, kamion të vogjël mbledhin mineralin e hekurit nga minierat e vogla, e çojnë te trenat e mëdhenj që e transportojnë me efikasitet në port, ku pastaj ngarkohet automatikisht në anije gjigante për eksport. Edhe në oqean ka strategji. Tregtarët mund ta marrin një anije me qira për një periudhë kohe, pak a shumë si të marrësh një makinë me qira. Kjo quhet time charter dhe u jep fleksibilitet maksimal. Ose, thjesht mund ta paguajnë për një udhtim të vetëm nga pika A në pikën B, që quhet voyage charter. Dhe mos mendoni se çdo anije bën punë. Disa mallra janë, le të themi, pak tekanjoz. Gazi natyror i lëngshëm, për shembull, duhet mbajtur në një temperaturë të akullt, -162 gradë Celsius, ndërsa bitumi, përkundrazi, duhet të mbahet i nxehtë në 150 gradë, përndryshe ngurtësohet sigur. Dhe pikërisht, kjo logjistik super e specializuar po i ndryshon rregullat e lojës. Siç thotë edhe eksperti Craig Pirong, edhe tregjet tradicionalisht ngurta si ai i gazit po bëhen më fleksibël. Çfarë do thotë kjo në gjuhë të thjeshtë? Do thotë që kur mund t'i lëvizësh gjërat lehtësisht, nuk je i detyruar të lidhesh me kontrata afatgjata. Kjo lëvizshmëri krijon siguri për të gjithë. Prodhuesit e dinë se mund të shesin dhe blerësit e dinë se mund të blejnë. Pra, kur i mbledhim të gjitha këto pjesë të puzzle-it, çfarë tabloje na shfaqet? Ne shohim një sistem të jashtëzakonshëm, por kryesisht të padukshëm, që vën në lëvizje gjithçka. Ky është përfundimi kryesor. Lëvizja e pandalshme e lëndëve të para, nga vrima më e thellë në tokë deri te fabrika më e afërt, është ajo që e bën botën tonë moderne të funksionojë. Le t'i përmbledhim shpejt. E para, tregtarët e mallrave janë ura lidhëse thelbësore mes burimeve të izoluara dhe kërkesës globale. E dyta, ata përdorin një arsenal të tërë mjetesh të sofistikuara për të siguruar furnizimin dhe për të menaxhuar logjistikën. Dhe e treta, i gjithë ky motor i padukshëm është themeli mbi të cilin ndërtohet ekonomia jon globale. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për të menduar. Në një botë që po bëhet gjithnjë më e pasigurt dhe përballet me sfida gjithnjë më të mëdha, sa i fortë është ky sistem i ndërlikuar nga i cili në fund të ditës varemi absolutisht të gjithë? Kjo është pyetja që vlen të bëhet herën tjetër që marrim diçka në dorë. Ju faleminderit.